الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të shpirtit dhe punëve tona të këqija. Atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e humb nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahut me një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetë se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. O musliman, ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë ndaj Allahut dhe madhruar, dhe devotshmëria nënkupton që besimtari të veprojë bindjet ndaj Allahut me dritë nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të largohet nga ndaluarat e Allahut me dritë nga Allahu, duke ju fiksuar ndeshkimit të Allahut. O musliman, Imam Ahmedi në Musnedin e tij transmeton një hadith nga sahabiu i nderuar El-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, një hadith që përmban çështje që i përkasin ghaibit, të fshehtës që nuk e di askush përveç Allahut lartësuar, një hadith madhështor që përmban baza madhështore të fesë islame. Madje këto tre baza, këto tre parime, këto tre themele janë themelet mbi të cilat është ndërtuar feja islame. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të qëndrueshëm, kur vdes njeriu, robi besimtar, i vin dy melek, dy ëngjëj, dhe pasi i kthehet shpirti në trupin e tij, e çojnë dhe e pyesin, cili është Zoti tënd? Dhe besimtari thot, Zoti im është Allahu. Më pas e pyesin përsëri, cila është feja tënde? Do thot, feja ime është Islami. Më pas e pyesin dhe i thon, cili është i dërguari që dërgua tek ju? Dhe ai do thot, ai është Muhamedi, i biri i Abdullahut, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas e pyesin dhe i thon, o ma yudrik, nga e di këtë gjë, nga e ke këtë informacion? Dhe ai do thot, i bindur, qara'tu kitab Allah, fa amantu wa saddaqtu, lexova librin e Allahut, e besova, dhe besova çdo gjë që është në të. Prandaj Allah madhruar thot në Kur'an, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu i bën të qëndrueshëm me fjalën e qëndrueshme ata që besuan. I bën të qëndrueshëm në këtë moment kritik që duhet të përgjigjet, që të mos ketë emocione, dhe të mos ketë se nga të shkoj, por të thot me bindje të plot xhevapin për këto tre pyetje. Më pas
thërret dikush en sadaka abdi, robi im e tha të vërtetën, fafrishuhu min el gjenne, wa elbisuhu min el gjenne, shtrojni ati, shtroj nga xheneti, visheni me robat e xhenetit. Më pas, i vjen një person me pamje të mirë, dhe ati, para se t'i vi ky personi, i vjen nga aroma e xhenetit, aroma e këndshme e xhenetit, dhe nga mirësitë e xhenetit i shikon, derisa thot Rabbi aqimi saa, o Zot, shpejtoje kiametin të fillojë sa më shpejt. Kjo është ëndra e besimtarit në këtë moment, që është në varrin e tij. Ndërsa dhe i vjen një person me pamje të mirë dhe i thuhet kush je ti? Do t'i thot, unë jam puna tënde e mirë. Allah madhruar transformon punën e mirë të besimtarit në pamjen e njeriu me pamje të mirë. Ndërsa robi pa besimtar, kur i kthehet shpirtin e trupin e tij pas i vdes, e çojnë përsëri këta dy melek, këta dy ëngjëll dhe i thon, kush është Zoti tënd? Ai thot, nuk e di. I thon, cila është feja tënde? Do thot, nuk e di. Do t'i thon, cili është i dërguari tënd? Do të thot përsëri, nuk e di. Dhe më pas i vjen nga dënimi i zjarrit të xhehenemit, prej nxehtësisë së xhehenemit, të zjarrit të xhehenemit. Ky është Allahu madhështor. Dhe përderisa ai është i vetmi krijues, atëherë ai është i vetmi i cili duhet të adhurohet dhe askush tjetër nuk duhet të adhurohet bashkë me Allahun. Dhe ky është qëllimi i krijimit të njerëzve, që të adhurojnë Allahun një të vetëm pa i bërë asnjë shok dhe ortak. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë Allahun nuk i krijova gjindet dhe njerëzit për asgjë tjetër veçse që të më adhurojnë. Që të më adhurojnë do thotë që të më njësojnë, të më adhurojnë një të vetëm pa më bërë asnjë shok dhe ortak në këtë adhurim. Ky adhurim, që është një emër i përgjithshëm, që përfshin dhe përmban çdo gjë që do Allahu dhe e pëlqen prej punëve dhe fjalëve të dukshme dhe të padukshme, të gjitha llojet e adhurimit, si namazi, zekati, agjërimi, haxhi, lutja, frika, shpresa, nënshtrimi, që të gjitha duhet të bëhen vetëm për Allahun e madhruar, pa i bërë asnjë shok në këtë adhurim. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe se xhamit janë vetëm për Allahun, mos i bëni atij asnjë shok në këtë adhurim. Robi të njohë Zotin e tij. Kjo është baza e parë. Të veçosh Allahun në adhurim, pa adhurosh një të vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe asnjë ortak në këtë adhurim. Baza e dytë o musliman është që robi të njohë fenë e tij islame. Çfarë është Islami? Islami është nënshtrim ndaj Allahut duke e njësuar. Dhe vijimësia dhe vazhdimësia në bindje dhe në punë të mira dhe distancimi nga idhujtaria dhe shirku. Ky është Islami. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. E vetmja fe e pranuar tek Allahu është Islami. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Dhe kushdo që kërkon tjetër fe veç Islamit, kur nuk ka për të pranuar prej tij, dhe ai në botën tjetër ka për të qenë prej të humburve. Islami jo musliman është 3 gradë. Grada e parë e Islamit është Islami, i cili ka 5 shtylla: shahadeti, namazi, zekati, agjërimi dhe shkuarja në haxh. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. Grada e dytë e fesë pas Islamit, që është grada e parë, është imani, besimi. Dhe besimi është të besosh në Allahun, në ëngjëjt e tij, në librat e tij, në dërguarit e tij, në ditën e fundit dhe në caktimin e Allahut të madhruar, qoftë i mirë apo i keq. Kjo është grada e dytë e fesë. Pas Islamit është imani. Dhe grada e tretë e fesë o musliman është ihsani, dhe kjo është grada më e lartë. Dhe Islami, ihsani është të adhurosh Allahun sikur se e shikon, edhe pse nuk e shikon, ai vërtet të shikon ty. Dhe ihsani është të adhurosh Allahun sikur e shikon, me sinqeritet dhe me përkushtim. Dhe po ashtu, të gjitha adhurimet i bësh në përputhje me traditën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Kush vepron një punë dhe shpik në çështjen tonë diçka që nuk i përket asaj, ajo është e refuzuar. Prandaj besimtari duhet ta njohë Zotin e tij,
ta njohi fenë e tij islame, të gjitha ato të njohi me argumente, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë sahabët. E lutem Allahun e madhruar t'i kthej muslimanët në fenë e tyre, i them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe kërkoni falje Allahut, se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij, o musliman. Baza e tretë nga këto tre baza madhështore, parimi i tretë nga këto tre parime madhështore, është që robi të njohi të dërguarin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është Muhammed, i biri Abdullahut, i biri Abdul Muttalib, ibn Hashim, nga fisi Hashim, el Hashimi, el Qureshi, el Medeni, i cili është nga fisi Hashim, prej Kurejshve, që është nga fiset më të mira, dhe është nga pasarësit e Ismailit, djalit të Ibrahimit alayhi salam. Muslimani ta njohi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, i cili u dërgua, u bë profet me fjalën Iqra, lexo, dhe u dërgua si i dërguar me fjalën ja ayyuhal muddathir, o ti i mbuluar, qum fa anzir, çohu dhe thiri njerëzit, tërhequa vrejtjen. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur erdhi kjo shpallje, ishte në shpellën Hira, duke u veçuar me Zotin e tij. Dhe nuk është prej sunetit të çosh të ngjitesh në shpellën Hira. E gjitha kjo që bëjnë njerëzit është prej shpikjeve në fe, Allahu na ruajt nga të gjitha bidatet dhe risit. Dhe më pas qëndroi në Mekë për 10 vjet duke thirrur në tauhid, duke njësuar Allahun e madhruar në tauhid dhe duke thirrur njerëzit në tauhid, në njësimin dhe veçimin e Allahut madhruar në adhurim. Ai sa i mlodhi njerëzit dhe i tha: "Qulu la ilaha illa tuflihu." Thoni fjalën la ilaha illallah që të shpëtoni. I mblodhi gjithë banorët e Mekës në një vend dhe i dha këtë mesazh. Këtë e bëri për 10 vjet derisa më pas Allahu madhruar e ngjiti lart në Isra dhe Mi'raj dhe i obligoi 5 namazet. Në vitin e 10, pasi mbushi 10 vjet si profet i dërguar, Allahu madhruar e ngjiti në Mi'raj dhe i komunikoi obligimin dhe detyrimin e faljes së 5 namazeve. Kaq të rëndësishme janë këto namaze, saqë Allahu madhruar nuk ja dërgoi nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam, por ja shpalli drejt për drejt profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam 5 namaze, të cilat janë 50, por shpëllimi është për 50 namaze, ndërsa ne fali vetëm 5 namaze. Kjo është për lehtësisë që Allahu madhruar i bëri këtij populli, dhe më pas vazhdoi edhe 3 vjet të tjera me këtë mision, duke thirrur në tauhid dhe qëndroi në Mekë për 13 vjet. Më pas nga Meka emigroi për në Medine, ku qëndroi 10 vjet dhe më pas filluan dhe zbritën obligimet dhe detyrat e tjera të Islamit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam më pas në moshën 63 vjeçare ndroi jetë dhe u varros në shtëpinë, në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, dhe nuk u varros në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam, si pretendojnë disa. Dhe Allah madhruar nuk ja mori shpirtin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa e plotsoi këtë fe, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah madhruar thotë në Kur'an: sot e plotsova për ju fen tuaj. Në haxhi Lam Tumirës, që ishte haxhi i fundit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe u atmamtu aleikum ni'mati, dhe plotsova ndaj jush dhuntin time, u raditu lakumul islam dina, dhe zgjodha për ju islamin fe. Prandaj feja u plotsua, dhe kjo fe ka për të qëndruar e freskët, dhe ky Kur'an ka për të mbetur i pandryshuar derisa Allahu të çojë kiametin. Pra muslimani duhet ta njohi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta lexojë të shkrimin e tij dhe të përshkrimin e tij që kanë shkruar dietarët e Islamit, ta njohi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe t'i bëjë të gjitha punët dhe adhurimet siç i bënte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha:
në haxhin e Lantumirës li ta'khudhu anni manasikakum, që ju të mësoni prej meje mënyrën e kryerjes së ritualit të haxhit. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sallu kema ra'aytumuni usalli, faluni siç më keni parë mua të falem. Prandaj muslimani duhet i mësoj këto 3 parime, që të njohi Zotin e tij, të njohi fen islame me argumente, dhe të njohi edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë këto e bën me argumente. Ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë sahabët e lut Allahun e madhruar të na bëjë për atyre njerëzve që e mësojnë diturinë e saktë islame dhe vën atë në zbatim, sepse ky është edhe fryti i diturisë, është puna me të, dhe pasi të punojmë me këtë dituri për veten tona, të thrasim edhe të tjerët, duke filluar me farefisi dhe njerëzit më të afërt, dhe më pas të tjerët me radhë sipas hierarkisë, siç Allah madhruar i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "Andira ashiratakal aqrabin", dhe thirrë farefisin tënd dhe njerëzit më të afërt, dhe pasi të thrasim të tjerët në këtë fe, duhet që edhe të jemi të durueshëm, sepse durimi ka shpëblime madhështore. Allah madhruar thot, "Innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab", Allahu u jep durimtarve shpëblim pa mas dhe pas. O musliman, Allahu madhruar na urdhroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij, me këtë fillojnë në Kur'an, me veten e tij, më pas me ëngjit, më pas me ju o besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush bën një salavat për mua, Allahu bën për të 10 salavat. Allahu qoftë i kënaqur me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bekrin, Umerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe me të gjithë muhaxhirin dhe ansarët, dhe me nënat e besimtarve. Wa akhiru dawani alhamdulillahi rabbil alamin.